ishin pranishëm edhe prokurorët e SPAK-ut, këta të fundit kërkuan si kohë të fundit që i lanë qeverisë 3 deri në 5 ditë për mbledhjen e seancës së radhës që maggjoranca kërkoi ta shty. A është ky sinjali i parë që Partia Socialiste po i kundra përgjigjet SPAK-ut? Faleminderit. Po e bllokon SPAK-un. S'ka diskutim. Ajo 3 deri në 5 ditë ka një gjë. Direkt i pandehuri ose avokati ka të drejtë të kërkojë një kohë për të lexuar dosjen. E ka të drejtë, është e përcaktuar në rregullore. Dhe kjo kohë që në rastin e Sali Berishës nuk ishte as 2 orë, në rastin e Lubis u shpall 3 deri në 5 ditë. 3 deri në 5 ditë. Por, ishte thjesht një, ata si të thush, prokurorët, arsyetuan që për të studiuar dosjen, avokatëve u duhej kjo kohë. Dhe këtu, pavarësisht standardeve, po kjo është normale, pavarësisht standardeve. Rregulloria thotë, pas shqyrtimit, bëna 2 javëve, këtë e përcakton rregulloria, bëna 2 javëve paraqitet raporti në parlament. Në parlament. I cili është i detyruar ta vendos në pikën e parë të rendis ditës të seancës parë. Tani, të gjitha këto i fshiu Edi Rama. Mori pushtetin e parlamentit dhe pezulloi seancën pa datë mbledhje, që s'ka ndodhur kurrë. Por dëshmuar se këta janë të aftë të bëjnë çdo gjë. Të bëjnë çdo gjë. Për të mbrojtur krimet e tyre. Kjo është. Unë ja u them, ai nuk heq imunitete. Jo, ai ka vendosur të përdorë si bajoneta krimi mandatet që ka marrë për të asgjësuar sistemin e drejtësisë. Që kjo është de facto asgjësimi i tij. Kur folni për protesta